Qeveria dhe biznesi eksportues zhvilluan tryezën e dialogut këtë të mërkur, ku kryeministri Edi Rama prezantoi platformën e re Export On, një nismë e fokusuar në mbështetjen e eksporteve dhe produkteve Made in Albania. Kryeministri Rama theksoi rëndësinë e përshtatjes së bizneseve me standardet europiane, ndërsa u shpreh se ekonomia duhet të rrisë vlerën përmes cilësisë dhe jo sasisë, duke lënë pas konkurrencën me çmim të ulët. Mbështetja e eksporteve duke mbështetur prodhimet Made in Albania. E pikërisht për këtë arsye, unë shoh me shumë simpati, por edhe njëkohësisht qeveria është këtu dhe do të jetë në vijimësi me ju për ta mbështetur përpjekjen për ta vendosur eksportuesin në qendër dhe përpjekjen për ta çuar në një nivel tjetër marrëdhënien mes eksportuesve dhe shtetit shqiptar. Made in Albania është një markë cilësie dhe një pasaport për Bashkimin Evropian. E për këtë arsye, ne do të mbështesim fuqimisht dhe gjithmonë më shumë të gjithë ata që do të synojnë marrjen e kësaj pasaporte, ose më saktë gjithë ata që do të synojnë të japin vetes të pasaportës, duke hequr dorë nga ideja se konkurenca me çmim të ulët mund t'i çojë larg dhe duke u fokusuar tek konkurenca me standarde të larta, me standarde të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Ai garantoi mbështetje të qeverisë për certifikimet kombëtare dhe për eksportuesit që synojnë tregun evropian, duke e cilësuar Made in Albania si një markë cilësie dhe një pasaport drejt Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë vuri në dukje gjithashtu se agropërpunimi është një nga prioritetet kryesore, duke theksuar nevojën për një rrjet të konsoliduar. Mbështetja direkte që ne do t'japim për certifikime ndërkombëtare është diçka që ne e shohim si një investim strategjik të shtetit, jo thjesht për t'i kursyer biznesit disa lek, por për ta ndihmuar biznesin që të futet më shpejt në tregun e përbashkët evropian. Agropërpunimi është diçka që e kemi vendosur në krye të, ose më saktë në prioritetet e listës sonë të punëve, dhe sa më shumë të tërheqim nga kanali i eksporteve lëndën e parë, dhe sa më shumë të fusim në kanalin e eksporteve lëndë të parë të përpunuar në vend, aq më shumë do të mbajmë vlerë të shtuar brenda kufive tanë. Faza kur baza kryesore e eksporteve ishte nxjerrja jashtë e lëndës parë, është një fazë që duhet ta konsiderojmë për të tejkaluar. Dhe sidomos kur vjen puna tek bujqësia, është shumë e qartë që hapi tjetër është agropërpunimi dhe si kundërbëm në fazën e parë të qeverisjes me grumbullimin, duke siguruar që Shqipëria të ketë tani më një rrjet të konsoliduar dhe të fuqishëm pikash të grumbullimit me standarde të larta, duam të kemi një rrjet të konsoliduar të agropërpunimit. Programi Export On, i prezantuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, synon forcimin e eksporteve dhe transformimin e modelit ekonomik të vendit drejt prodhimit vendas, investimeve si dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike.